Tani do kalojmë me njerë në pjesën e modeleve të llogarive që këta ofrojnë si profirmë. Dhe kjo është një nga kërkesat më të shumta që njerëzit ma kanë bërë sepse duan të kuptojnë rregullat e çdo modeli që këta kanë, sepse kanë disa modele që mund të blesh llogari. Siç ja u shpjegova edhe tek videoja e parë se si funksionojnë profirmat, ju thash që ne duhet kalojmë një fazë më pas fazën e dytë dhe më pas që të marrim kapitalin. Por kjo nuk është i vetmi model që këta ofrojnë. Dhe doja u tregoj komplet, do me thënë, pjesën e modeleve që këta ofrojnë. Fillimisht, do ju tregoj modelin One Step. Modeli One Step është një model i cili ka vetëm një fazë, pra nuk ka dy faza, ka vetëm një fazë dhe ti në qoftë se e kalon atë fazë, shkon direkt dhe në funded stage, pra shkon për të marrë kapitalin, për të tregtuar dhe për të bërë profite. Ky model, në këtë model mund të aksesosh account 5K, $5,000, $10,000, $25,000, $50,000, $100,000. Dhe rregullat po ashtu janë, do me thënë, do ja u shpjegoj në vazhdim. Fillimisht i ka të katra modelet e tërheqjes së profiteve, mund të tërheqësh çdo të martë, 60% i mban ti, 40% i mban firma. Mund të tërheqësh çdo 2 javë dhe 80% i mban ti, 20% i mban firma. Mund të tërheqësh në kërkesë, pra në baza ditore çdo ditë, 90% i mban ti, 10% i mban firma, ose në baza mujore, ose çdo një muaj dhe ti mban 100%, firma mban asgjë. Nuk mban asgjë. Tani, si që thash, për shembull marrim accountin $50,000 që e mora shembull dhe tek videoja e parë. Në qoftë se ne duam ta blejmë këtë. Tani, kjo si thash ka vetëm një fazë. Dhe ne këtu duhet të arrim 10% të profitit, pra 10% profit, që ta kalojmë këtë fazën dhe të shkojmë në funded stage. Dhe 10% që i $50,000 është $5,000. Pra, ne me të bërë $5,000, ne e përmbushim këtë rregull që këta kërkojnë dhe shkojmë në master account ose funded account. Këtu është limiti i humbjes, do me thënë maksimale që mund të humbësh në account, është 6%, që i bie $3,000. Dhe ti duhet të humbësh $3,000 në total që ti të digjesh dhe ta humbësh të account. Si që u shpjegova dhe limitin ditor të humbjes, këtu limiti ditor është 3%, çka ti duhet të humbësh $1,500 brenda ditës dhe e humb komplet e djeg accountin, e humb accountin. Gjithashtu një kërkesë tjetër është minimumi i ditëve të tregtimit, 3 ditë. Pra, ti duhet të tregtosh të paktën 3 ditë që të kalosh në funded stage. Pra, duhet të bësh $5,000 dhe duhet të bësh $5,000 dhe duhet të kesh tregtuar të paktën 3 ditë që ti të jesh që ti të shkosh në funded stage. Pra vetëm me një tek fazë. Kjo është e mira e modelit One Step që këta kërkojnë. Dhe çmimet janë pak të larta, pra për $5,000 account duhet paguash $60, për $10,000 account duhet paguash $100, për $25,000 account duhet paguash $200 dhe për $50,000 account duhet paguash $320 dhe për $100,000 account duhet paguash $555. Pra, çmimet janë pak të larta për këtë model sepse ka vetëm një fazë dhe përqindja është 10%, po prap ka përqindjen më të ulët.
se modelet e tjera. Dhe thjesht në qoftë se do të blesh, e ble këtu buy challenge edhe je okay. Kështu që kjo është për sa i përket accountit One Step të Funding Pips. Kjo është një shpjegim se si çfarë kërkon One Stepi, rregullat dhe duhet keni shumë kujdes pjesën e maximum lose dhe maximum daily lose që mos umni. Po ashtu dhe në master account ne e kemi, do me thënë nuk, si që u shpjegova dhe tek video e parë, nuk kemi një target, thjesht bëjmë profite dhe i treqim në bazë të këtyre katër llojet e cikleve për treqje, por rregullat e humbjes janë, pra nuk duhet të humbësh më shumë se 6% në total ose 3% brenda ditës. Shpjeguam one stepin, tani do shpjegojmë two step që është një account, një lloj tjetër llogarie që këta ofrojnë.